këtu në Big Brother dhe është një moment shumë i rëndësishëm i mbrëmjes sonte, sepse vetëm pas pak do të zbulojmë se kush mes Brikenës dhe Gimbos do të lërë përfundimisht shtëpinë sonte. Shkojmë aty brenda. Atëre yje jam sërish me ju dhe në këto momente do doja që Brikena dhe Gimbo të takoheshin përfundimisht me shtëpinë, sepse leximin e zarfit do ta bëj në studio. Brikena të kujtoj të marrësh edhe biletën e fatit me vete. Gjedjon veç edhe njerë faleminderit shumë për surprizën që ma keni punonën, jeni shumë të mirë, faleminderit shumë edhe shtim Edhe për mu Ledion, shumë faleminderit. Uroj t'jeni të çmallur të dy. Patjetër. Hajde, let's do this. Let's go. Ata që nuk e një vetën detyru me dalë, nuk ka nevojë me dalë. Nësë është të shkomë, nuk shkomë shpejo, Nësë është të shkomë, maksimum po më kërë, veç në sandim të atëm se një, që rrujnë, është të shkomë. Tjerë me negativat sa përna qatë. Shërën, janë sytë me të Pëslani. Shëndret? Ishte knasi lojen? Hajde birinjo. Edhe me gati që i këstan më shmiqit kafën nëse se unë e këtë që ti kafën. Kafën kam ja qit. Knatësi për çdo gjë. Knatësi për çdo gjë. Knatësi për çdo gjë. Knatësi për çdo gjë. Shëndret? Gjela, shime. Gjithashtu nga. Jemi mali. Përdorën dhe zotin. Përdorën dhe pestra. Jeni fantastik. Bravo, nuk e gjetë. Super jari. Shumë qefet kemi njoft, edhe do të akoma shumë qefet pa mbrapsh. Amen. Guhem, edhe në konë që mi bojë. Tani. Me jali molli me shofet. Tani. Tu jali me mjeqin. Faleminderit shumë. Tani, besoj shumë. Bëjë vetëm shumë. Më zvesë me bërë. Ja. Vetë për desha. Di që e ke vetëm fare këtu, pa e dy shumë. Do për e vetëm. Këpa e mu hagi që ndu të sa. E ka vitë shumë. Mos është takimi punit dhe Kërë të vërste, e fort. Apo një, ju t'jatë unë të presë jashtë. Po ti do të presë, do të presë në përdorën, nëse ngri kryt pa lidhje. Jo, për këtë. Hajte më dhe përdorën. Se kam me thonë e lafë veshim. Hajde më të hajde në shëndet të një lafë veshim. Gjëve që thash. Brikena Gimbo ju pres në studio. Gimbo, shumë respekt për ty. E di që jashtë në vërdër mardhënë, gjithësësi, për normale, këtë dalim këtë, për në vinë të rëllë të të bësa të do shmo përshni. O, përsa e të. Gimbo, qështë je ma. Që kam në vëzduar. I'm with you, every time. Dhe ka të zirë jashtë një ka një. Edhe mos më këthion zirë jashtë një ka një. Pedinte. Okej, Brikena dhe Gimbo nisen për të ardhur në studio, ndërkohë dua të rri pak në shtëpi të pyes pak Mateon edhe Selinin. Në çdo rast, njëri prej të dyve do të ngel pa një nga njerëzit më të afërt në rrugtimin e tyre në Big Brother. Selin, si mendon se do të ishte? Së në di që të them tani Ledion. Së di që të them. Sigurisht që do mërzitesha shumë. Mendoj që ka qenë një vlerë e shtuar e këtij Big Brotherit, një djalë që ka përfaqësuar mashkullin ideal shqiptar, edhe
jam shumë e fat që i kam hapur zemrën dhe kemi nisur një gjë shumë të bukur që me zotë e së mërën, ta është vetëm jashtë. Nuk po qaj se nuk më ka mërzitur, nuk po qaj se kështu e kam tipin edhe po e mbaj për vetë emocionet e mia. A të vjen keq që ishte ky rezultati i asaj zgjedhjeje? Më vjen keq që ishte ky rezultati i asaj zgjedhje, rezultati që pres të ndodh, normalisht më vjen shumë keq. Po, ky është Big Brother, kështu që të paktën besoj se edhe Gimbo i ka marrë një gjë shumë të mirë këtij edicioni, sikundër dhe unë po të dalë sot i ka marrë një gjë super shumë të mirë të këtij edicioni që janë, do të thënë jemi njëri tjetrit. Qartë. Mateo? Më duket akoma surreale ky nominim që ndodhi. Kam i parendjen që Brikena do të kthehet prap, nuk më duk sikur ishte për qafimi apo takimi jon i fundit. Është një vajzë që këtu brenda ka treguar shumë vlera, ka përballu shumë debate. Uroj të mos jetë ai i fundit se ju kthye këndit prap. Dhe nuk e imagjinoj dot një Big Brother pa Brikenën. Se imagjinon dot një Big Brother pa Brikenën, por mund të ndodh që Brikena sot kthehet në shtëpi, vazhdon jetën e saj. Sa shanse ka që gjëja që filloi të shkrihej aty brenda të ngri nga e para? Nga e para nuk do ngrisë dhe vazhdoj të shkri jashtë. Po? Padyshim. Okej. Mirë. Po ju lënë në angth. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Më lajmërojnë nga regjia që janë në studio.